Ambasadorja franceze në Shqipëri konfirmoi se Franca e mbështet plotësisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një prononcim për mediat nga Korçë, ku ndodhej në një aktivitet të organizuar në rastin e javës kulturore franceze, ambasadorja Suard u shpreh se kjo mbështetje është konfirmuar edhe nga presidenti Emmanuel Macron gjatë vizitave të tij në Shqipëri. Sipas saj, integrimi evropian kalon jo vetëm përmes kulturës, por edhe zhvillimit të territoreve, projekteve në bashkëpunim territorial, zhvillimit të qëndrueshëm. Mais que nous avons décidé avec le MEKI, por që bashkë me Mekin kemi vendosur që këtë vit, këtë javë kulturore t'ja dedikojmë Korçës. Siç e dini, marrëdhënia jonë me Korçën është tradicionale dhe e largët, por qëllimi është që kjo marrëdhënie të bëhet e tashme dhe të shërbejë dhe të ardhmes, ndaj dhe ne kemi ardhur këtu. La France soutient pleinement l'Albanie dans son chemin. Sepse siç e dini, Franca e mbështet plotësisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, gjë që është thënë dhe nga presidenti i Republikës Emmanuel Macron gjatë vizitave të tij dy vizitave të tij që ka bërë në Shqipëri, dhe integrimi evropian kalon mbi të gjitha, jo vetëm përveç kulturës, por edhe nëpërmjet zhvillimit të territoreve, projekteve të bashkëpunimit territorial, zhvillimit të qëndrueshëm, ndaj dhe unë falenderoj veçanërisht dy kryetarët e bashkive për këto projekte që kanë në këtë fushë. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm dhe kryebashkiaku i Canberra në Francë, Thierry Repentit, i cili ka qenë më parë dhe ish-ministër i Evropës. Kryebashkiaku tha se kanë zgjedhur të punojnë me Bashkinë e Korçës në kuadër të projekteve me vendet që aderojnë në Bashkimin Evropian.